Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj ka dhënë detaje shtesë për takimin që e ka pasur me kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe zëvendësin e tij, Besnik Bislimin. Limaj u shpreh se në takim i ka kërkuar Kurtit që t'i tregojë se çfarë konkretisht ai dëshiron, pasi siç tha, nuk do të donte të shihte kryeministrin e vendit në siklet. I kam thënë zotëri Kurtit se çka po kërkon prej meje, apo i do numrat apo dëshiron partneritet. Nëse i doni numrat, unë e kam ndërmend me t'i dhënë numrat e me dal në parlament, e me bo qeverinë e pakicës dhe arsyetimin tim e jap në kuvend. Nuk dua që kryeministri i vendit tim, kur e ka një siklet dhe situatë të tillë për numra, Kurti më ka thënë se nuk është i interesuar për numra, por për partneritet. Unë mund me i shërby vendit tem, veç nga partneriteti në kuvend, pasi ne nuk jemi të interesuar për qeverinë asnjëherë thanë. I kam arsyet e mia sepse dhe rrugës do të shqihen veprimet, sepse partneritet në parlament, tha ai. Tutje i pari i Nismës u shpreh se kur bëri të ditur se kërkon veç partneritet në kuvend, u pa me habi nga Kurti dhe Bislimi. Në tavolin ka qenë Kurti dhe Besnik Bislimi dhe janë habitur kur ju kam thënë se nuk jam interesuar për qeveri. Kam parë një befasik të kata. Aktualisht angazhimin tim mund me dhënë më mirë nëse duan partneritet. Kaq ka qenë takimi im, nuk e kam kushtëzuar kurrë me numra, u shpreh Limaj. Madje Limaj u shpreh se kur në takim u hap tema e qeverisë, ai ka thënë se nuk kanë dashur fare ta diskutojnë për qeverinë. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Kosovës, kreu i lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, ka edhe 2 ditë kohë ligjore për të prezantuar qeverinë antarëve të Kuvendit të Kosovës. Nëse qeveria nuk zgjidhet të dielën pas zgjedhjeve të shkurtit dhe muajve të tërë përpjekjesh për të formuar institucionet e reja, Kosova mund të përballet me një krizë të re institucionale. Në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, lëvizja Vetëvendosje mori më shumë vota, por jo mjaftueshëm për ta bërë vetë me qeverinë. Tani nuk është e sigurt nëse kjo parti do të arrijë të sigurojë votat e deputetëve nga partitë e tjera deri të dielën. Për njohësin e çështjeve politike Agon Maliqi, Kurtit janë mbyllur dyert dhe Kosova do të shkojë në zgjedhje të reja. Më herët lëvizja Vetëvendosje përjashtoi mundësinë e bisedimeve me PDK-n, ndërsa e la derën e hapur për bashkëpunim me LDK-n. Tani për tani së paku publikisht nuk ka informacione se një marrëveshje koalicioni është në horizont. Në fillim të kësaj jave, Kurti la të kuptojë se mund të mos jetë në gjendje ta formojë qeverinë e re dhe vlerësoi se zgjidhja alternative është mbajtja e zgjedhjeve të reja. Megjithatë, kushtetuta e Kosovës përcakton që nëse përbërja e propozuar e qeverisë së re nuk e merr shumicën e nevojshme të deputetëve, presidenti i Kosovës duhet të emërojë një mandatar të dytë për kryeministër brenda 10 ditësh, i cili ka gjasat më të mira për ta formuar qeverinë. I mandatuari i ri për kryeministër sërish do t'i kishte 15 ditë për t'i propozuar kuvendit për bërjen e qeverisë dhe programin e punës. Bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës nga viti 2020, mandatari i dytë për kryeministër mund të jetë edhe nga partia e dytë më e madhe, në këtë rast është PDK-ja. Presidenti shpall zgjedhje të reja nëse qeveria nuk zgjidhet për herë të dytë dhe ato duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e thirrjes. Deri atëherë, qeveria në detyrë do t'i kryente detyrat e saj. Lëvizja Vetëvendosje fitoi 48 nga 120 vendet në kuvendin e Kosovës në zgjedhjet e shkurtit, e ndjekur nga PDK me 24, Lidhja Demokratike e Kosovës me 20 vende dhe koalicioni Aleanca për ardhmërinë e Kosovës me Nismën që morën 8 vende. Komuniteti serb ka 10 vende të garantuara në kuvendin e Kosovës, 9 prej të cilave i ka lista serbe, ndërsa 1 vend e ka fituar Nenad Rashić nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë. 10 vende të tjera parlamentare janë të rezervuara për komunitetet e tjera minoritare, të njohura nga kushtetuta, si bosnjakët, turqit, goranët, romët, ashkalin dhe egjiptianët, për të zgjedhur një qeveri të re. Për të zgjedhur një qeveri të re, personi përgjegjës duhet të sigurojë së paku 61 vota. Më 20 tetor, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se ka ende kohë për të arritur një marrëveshje për zgjedhjen e qeverisë, por kritikoi listën serbe për krijimin e pengesave. Lista serbe i është drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës për të kundërshtuar zgjedhjen e Nenad Rashić për nënkryetar të kuvendit dhe është në pritje të përgjigjes. Nëse gjykata kushtetuese e Kosovës e pranon ankesën e tyre si të bazuar në praktikë, kjo do të thotë se kuvendi i Kosovës nuk është konstituar. Kjo do ta bënte të pamundur ndërmarrjen e ndonjë hapi drejt formimit të qeverisë dhe institucioneve të reja.